Unë babën e shoh ëndër shpesh si i smur pa fuqi dhe baba me ka vdik që 3 vite. Fëmija e kam lexu mirë. E pas ka pa babën që s'ka fuqi, apo? Po. Po. Do me thonë që ky njeri, do me thënë, apo fëmijët e këtij do me dhënë nej sadak, nej sen se s'pas ka punë të mira, do me thënë shumë. E kështu e kanë komentu disa, tash Allahu alem se sa është e sakt. Edhe njeri nëse nuk ka forcë, nuk ka fuqi, do me thënë s'pas ka shumë punë të mira. Andaj, shtoni istikfarin sa ma shumë, nej sadak, nej ndihmë dikuj, do me thënë jetë, inshallah për shpirt babës, Allahu ja falë gjinohat e gradof me gjennet. Allahumma amin. Femi? Po, kësa di jem të ngujemi na, veç vazhdojnë një urnani. A po miresh me pyetje apo mle mua? S'është problem, e në vetë mu i mirë. Ja, vazhdo ti inshallah, me ban halal. Që disha ka bo, që ka thonë e nesi, Ashhadu anna Muhammad Algja, si shohim pas vdekjes kur sytë kanë betur në trup. Dhe kur tam pyetje në trup. Mos e ka qëllimin kur del shpirti sytë mbesin hapur. Se kemi ndëgju shpesher, dhe me thënë, i mbesin sytë hapur të vdekurit, dhe me thënë gjenazës i mbesin sytë hapur, edhe me ndonë se kalon diçka mangi në këtë dynja pa bo, si për shembull është duke e bo djalin sunet edhe s'ka mujt, dhe me thënë i kanë me sytë hapur, ka dash me feju vajzën apo djalin i kanë me sytë hapur. Kjo është bestitni, dhe me thënë nuk është sakt, nëse ka qëllimin këtë. Pejgamberi a.s. ka thënë, idha qubida ruh tabi'ahu al-basar. Kur të mirët shpirti, pason shikimi, do me thënë, shikimi sytë e shojnë se si del shpirti prej trupit. Për atë arsye edhe mbesin sytë hapur. Po nëse ja prek pak gjenazës, do me thënë, sytë me dorë, ato i mbyllemi njëherë. Që lexon e komentin e ka shkruar qysh ishe me leket. Po me lekët, nëse është prej banorëve xhenetit, inshallah ishe me lekët, duke prit mirë, sigur se një person, nëse është njeri i mirë, me siguri që njerëzit e presin mirë, po nëse është i keq, me siguri që ka me prit, do me thënë shami, ofendime, po ashtu, edhe kur vin me lajqet e me marrë shpirtin, me leko i vdekjes, kur vjen me marrë shpirtin, me thënë e përgozon ato. E përgozon, dilo shpirti i mirë, në me thënë, Allahu Azza wa Jalla është i kënaqur me ty, edhe ka mu knaq, mirë po nëse është në të kundërtën, atëherë do me thënë, ai ka mu dëshpëru, apo ka me ndoshtë edhe kukat, mirë po na që nuk e ndëgjojmë, edhe kjo është një dhunti prej Allahut Azza wa Jalla që ne nuk i ndëgjojmë të vdekurit se sa hekin, edhe sa mundohen. Me bomi ndëgju këto, me siguri që ishim alivanos, do me thonë prej trishtimit, sot një njeri për shumë jam shesh 2 rypa, 2 herë, jam shonë 3 herë, gjithat bërtime e bon, a kur bon me dal shpirti, me siguri që ka edhe ma vështërsin. Allahu Azza wa Jall tregon për jo besimtar, do me thonë, me lajqet, kur t'ja ngren shpirtin, do me thonë, ka me pas vështërsi. Sikur se, therën, kur të hekesh prej leshit, ashtu do me thonë, sa ka me pas vështirë, po ashtu do me thonë, edhe shpirtin kur t'ja hek, do me thonë, zullumqarit, apo pabesimtarit, e kështu me radhë. Allah e shpërblev të gja. Ali baba, nëse ki pyetje, mund është me bo pyetje. Aba, ta veti hoqës, selam aleikum hoqë, aba me vetë një shkë hoqës. Selam, rahmatullah. Deshe me vetë, shumë i shotë vdekmit në ndër, qka dhe më thënë kja? Allahu alem, unë nuk di mi komentu andrat, mirë po,
kom dëgju do rase, do me thonë, tash do të me këshyr se atë ka lyp në sen, atë ka dhënë në sen, a ka kërku diçka që me kry, në çdo sen, në ndër, çdo sen, ka koment. Tash, na për shembull në sen nuk na konvenon, them jo se kom pa, ati ndoshta e ke pa, mirë po ty nuk të konvenon, pse? Se po del ëndra keq. E kështu që, ëndrën, do të mja të regu ati që din. Ati që din, edhe ai do me thonë, mundot me të pyta, a ke pa dhe këto, sigur se më konë aty afër teje. A e ke pa dhe këtë, a e ke pa dhe këtë, a e ke pa dhe këtë. E kështu që, çdo sen e ka komentin e vetë. Ti bën dua, inshallah Allahu, ata që ka ndru jetë, inshallah Allahu i mëshiron, i gradon me xhennet, i ja fal gjunahet, e kështu me ra, bën dua, nëse ki mundësi, për shpirt aty me nej sadak, nej se njepi, aty në lagje, aty ku jetojsh, në kraba, dhe siguri se tash na nuk kena për shumë fukarave që jashtë lagjës, mund është me pas edhe në familje, ti e di në me thënë, dhe tash je për shpirt aty nej sadak, nej se inshallah Allahu azza wa jall ja letëson. Faleminderit hoq, Allah të trujt, Allah shpërbleft. Amin. Mi se dhe aty që me